Pak histori. Jemi më 1944, kur Shqipëria jonë u çlirua nga okupatori fashist. Kur ata djemë që dërgjen sot në varet e dëshmorëve u zhgënjyen nga komunizmi. Vazhdojmë më tutje me djemë vajzat të cilat u internuan në për kampet e Vlloçishtit, në kampet e Spaçit, e plot të tjerë nga kush? Nga armiku i brendsh, nga ai që neve shpëtuam se tham oqëm nazizmin dhe fashizmin dhe u torturuan nga njerëzit tanë. Liria erdhi më 90. Por nuk ishte liri, motra dhe vëllezër. Ishte një skllavëri e dytë për neve. Rendëm atje te stadiumi të shprenim lirin, por ishte e kot. Liria nuk ka ardhur akoma. Në qoftë se do të vi, do të jetë kjo protestë e madhe e qytetit që do ta sjellë lirin. Do të jeni ju, motra dhe vëllezër. Janë disa vargje të Fanolit, aratisur, syrgjynosur, raskapitur e katosur, po vajtoj, pa fund, pa shpresë, anës helbës, anës presë. Ku e lam, ku na mbeti, vaj vatani mjerë mileti. Por një zë vëngon nga lumi, më buçet, më zgjon nga gjumi. Se Tirani lebetitet, se Mileti po gatitet, se kërcet, përcet fortuna, fryet vjosa, derdhet buna, skuqet Semani dhe Drini, dridhet qeveria. Prandaj popull ngrihuni. Një përkraje të madhe, pak histori. Jemi më 1944, kur Shqipëria jonë u çlirua nga okupatori fashist. Kur ata djemë që dërgjen sot në varet e dëshmorëve u zhgënjyen nga komunizmi. Vazhdojmë më tutje me djemë vajzat të cilat u internuan në për kampet e Vlloçishtit, në kampet e Spaçit, e plot të tjerë nga kush? Nga armiku i brendsh, nga ai që neve shpëtuam se tham oqëm nazizmin dhe fashizmin dhe u torturuan nga njerëzit tanë. Liria erdhi më 90. Por nuk ishte liri, motra dhe vëllezër. Ishte një skllavëri e dytë për neve. Rendëm atje te stadiumi të shprenim lirin, por ishte e kot. Liria nuk ka ardhur akoma. Në qoftë se do të vi, do të jetë kjo protestë e madhe e qytetit që do ta sjellë lirin. Do të jeni ju, motra dhe vëllezër.